Pasditën e sotme Mamurrasi është tronditur nga një plagosje me armëzjarri, një tjetër episod që rikthen shqetësimin për sigurinë publike në zonat urbane. Rreth orës 16:25 në Spitalin e Traumës në Tiranë është paraqitur për ndihmë mjekësore Pjetër Marku, 50 vjeç, banues në Mamurras, i cili dyshohet se është qelluar me armëzjarri në dorë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Zefhoti, ndërsa rrethanat mbeten ende të paqarta. Sipas policisë, plaga është e lokalizuar në dorë dhe 50 vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, çka ka shmangur për shkallëzimin tragjik të incidentit. Megjithatë, fakti që arma e zjarrit përdoret ende për zgjidhje konfliktesh apo ngjarje të paqarta mbetet alarmuese. Menjëherë pas njoftimit është ngritur grupi hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, identifikimin e autorit apo autorëve, si edhe dokumentimin ligjor të rastit. Deri më tani nuk ka të dhëna nëse bëhet fjalë për konflikt të çastit, atentat mirë organizuar apo plagosje aksidentale. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë pistë, ndërsa pritet që dëshmit, kamerat e sigurisë dhe ekspertiza balistike të hedhin më shumë dritë mbi këtë ngjarje. Në njoftimin e saj zyrtar para prak, policia thotë se rreth orës 16:25 minuta është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore 50 vjeçari Pjetër Marku, banues në Mamurras, Kurbin, i cili dyshohet se është plagosur me armëzjarri në dorë në rrethana ende të paqarta. 50 vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë është ngritur grupi hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit, njofton policia shkurt. Megjithatë, në orët në vijim, dëshmia e të plagosurit do të hedhë më shumë dritë mbi ngjarjen.